Pse fjala fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, surja Fatiha? Normalisht që ky lloj falënderimi është vetëm për Allah, sepse falënderimi njerëzor është për shemb shukran jazila, pra faleminderit shumë. Por ky është superiori i falënderimit hamd, falënderimi që i takon Allahu xhallahu xhan. Pra falënderimi duhet të mësohet edhe fëmijëve të ta. Kur dikush mua jep një dhuratë, duhet t'i thojë faleminderit nën, faleminderit baba. Pra duhet ta mësojmë këtë shprehje edukative në mesin e të rinjve dhe të rinjve. Sepse kjo e kam vërejtur shumë se mungon në arealin tonë shqiptar. Pra falënderimi, të jemi falënderues. Pastaj është falënderimin mund me dhënë disa degë. Falënderimi primar që është falënderimi dhe e krijuesit, pra Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi i takon krijuesit botrave që është fjala për Allahun xhallahu xhan, krijuesin e universit. Pastaj mund të themi falënderimi është për ata të cilët i çojnë në vend urdhnat e Zotit,